mund të zgjas kjo situatë. Në këtë pjesë do të flasim për barikadat që i kanë vendosur pashtu dhe opozita, ndërkaq vetëm pas pak do të presim në studion e emisionit të mëngjesit deputetën e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Jehona Lushaku Sadriu, si dhe kemi kolegun ton, gazetarin Ardian Gaxheri. Ardian, mirëmëngjes, mirë se erdhe në studio. Mirëmëngjes, Gonxha. Atëherë, të lutem na bëni një përshkrim se çfarë ndodhi gjatë ditës së djeshme në seancën e Kuvendit të Kosovës. Dje ndodhi ajo që ka ndodhur në vazhdimsi tash disa ditë. Thjesht vetëvendosja nuk e ka vullnetin politik që të krijoj qeverinë ose të krijoj, po mendoj, koalicionin për konstituimin e Kuvendit e më pas po ashtu për të votuar qeverinë. Kjo është më se e qartë se nuk ka vullnet politik, kur e them këtë mbështes me argumentin sepse vetëvendosja nuk po bën dialog me asnjërin prej partive në mënyrë që të gjejë një kompromis për një marrëveshje. A janë të gatshme partitë të tjera të bëjnë dialog me lëvizjen vetëvendosja? Shohim dhe një vullnet edhe nga opozita. Derisa nuk qëndron vullneti i palës së vetëvendosjes për shkuar për të komunikuar me ta, atëherë normal që nuk mund të dim se si qëndron vullneti i të tjerve i opozitës. Në anën tjetër e kemi një vetëvendosje e cila ka përdorur një gjuhë të urrëties tash e ca vite dhe po ashtu ka fyer në çdo aspekt opozitën dhe nuk mund të pres që opozita t'ja votoj tash kryetarin e Kuvendit, t'ja votoj qeverinë. Edhe po ashtu, përveç kësaj, nuk besoj që partitë politike mbajnë ashtu veç inate ose tregojnë egoizëm, por po ashtu edhe mos suksesi vetëvendosjes për këto 4 vite, dështimet e tyre të njëpasnjëshme bëjnë që mos të përkrahet një qeveri kurti 3 për shkak se sipas partive opozitare cilësohen si të dështuar. Qartë, mirë. Për të kuptuar vullnetin e opozitës dhe më konkretisht të Lidhjes Demokratike të Kosovës, presim në studio Jehona Lushaku Sadriu. Mirëmëngjes, Jehona, mirë se erdhe në studio. Mirëmëngjesi. Kënaqësi të bashkë bisedojmë. Atëherë, ishim duke biseduar për seancën e fundit të Kuvendit të Kosovës, 5 përpjekje dhe ende nuk është zgjedhur kryetari i Kuvendit, ende nuk e zgjodhet kryesuesin. Na trego pak se çfarë është duke ndodhur dhe si e sheh Lidhja Demokratike gjithë këtë situatë. Po, faktikisht nuk është një ndjenjë e mirë kur në një vend nuk, edhe pas zgjedhjeve, nuk mund të konstituohen institucionet. Edhe kjo përpesha e përgjithësisë i bie atij që e ka fituar ose ka dalë partia fituese, sepse i takon iniciativa e formimit të shumicës, iniciativa e propozimit të kryetarit të Kuvendit. Që po e bëjnë kryetari i Kuvendit, propozimin e kryetarit të Kuvendit. Po, por nuk po pëlqet as nga opozita. Jo, vetëm një sekond. E para nuk kemi opozit momentalisht. Kështu ju drejtohem kështu në mënyrë që shikuesit ta kenë më të qartë. Nga LDK, AK, Nisma, PDK, minoritetet, që mos me humbe me kohën televizive. Kjo krejt që apo shohim institucione përveç Kuvendit, që është legjitim dhe që është fuqi plot, në anët e tjera nuk i kemi institucionet e tjera, mund t'i referohemi edhe si ish qeveria, sepse nuk është në fuqi. Të japësh vetëm një emër nuk do të thotë që e ke shumicën per se, do më thonë duhet të kryosh marrëveshje politike që ti ta sigurosh shumicën. Edhe kjo është një test për demokracinë të cilën vetëvendosja s'po mundet me e kalu. S'po mundet me e kalu për shkak të 4 viteve që ka qeverisur dhe mënyrën se si është ka drejtuar të gjitha partive të tjera. Është kjo problem shumë i madhe për partitë të tjera të kalohet, sidomos ai mlefi dhe gjua që ka përdorur vazhdimisht lideri i lëvizjes vetëvendosje kundrejt opozitës. Ish opozitës. E para, duhet mos me harru asnjëherë që kultura politike është konsistente dhe duhet me ndërtu në mënyrë që shteti jonë me funksionu në mënyrë demokratike. Gjua fyse, përçarjet shoqërore, populizmi e dëmtojmë frymën e bashkëpunimit. Ne të gjithë jemi në garë, por partitë duhet mos harrojnë që as në atë muaj që janë në fushat, të mos përdorim gjuhë sepse duhet ditur që pas fushatës, pas zgjedhjeve, çfarë do rezultati që vjen, ti duhet me ullë në tavolinë dhe me bo kompromise për programin, për njerëzit që përfshihen në qeverisje. E këtë vetëvendosja se ka paramendu. Tash paramendojnë çfarë situate kemi. 48 deputet mi pas në Kuvend, një parti me një shumicë shumë të konsoliduar si në krahasim me partitë e tjera dhe nuk arrin t'i marr as t'i siguroj edhe disa deputet të tjerë. Kjo është një farë mësimi
mësimi që po ja jep vetë demokracia dhe atmosfera në kuvend vetë vendosis para së gjithash, po dhe të gjitha partive të cilat për mënyrën e sjelljes se si duhet të sillen gjatë fushatave. Profesoresh, kemi mbet në një status quo, një pozitë, një situatë shumë të keqe si shtet, edhe ne kemi parasysh, besoj edhe publiku e di që vetëvendosja asnjëherë nuk ka votuar një kryetar parlamenti të partive të tjera. Do me thonë, faktikisht as moralisht nuk kanë të drejtë të kërkojnë nga partit opozitare që të votohet për kryetari kuvendit për ta, derisa ata nuk kanë bërë një gjë të tillë. Në anën tjetër, juve si LDK, por edhe partit tjera opozitare, keni trumpetuar për dështimet e qeverisë Kurti për gjithë këto vite, dhe po ashtu keni deklaruar kohë pas kohe që është një njeri ose një qeveri shumë e dëmshme për Kosovën, por nuk po shohim lëvizje as nga ana opozitës që të krijohet një marrëveshje ose një koalicion në mënyrë që Kurti të mbetet në opozitë. Si e shihni epilogun e kësaj ngjarje, si do mbetet shteti, sepse nuk është e gjitha vetëm të rehatojmë politikanët, por duhet krijojmë institucionet. Absolutisht pajtohem për nevojën e konstituimit kuvendit edhe të formimit të qeverisë në një kohë rekorde sa më shpejt që është e mundur, po ju e dini që në bazë të kushtetutës i takon partisë së parë që ta siguroj iniciativën edhe shumicën e konsolidimit këtyre institucioneve. E kur të bën marrëveshje politike, këto nuk bëhen pa marrëveshje politike, nuk mund të vish 5 herë në kuvend dhe ta propozosh personin e njëjtë pa e pas shumicën, ti duhet ta sigurosh atë përpara se të vish në sallë. Edhe është fatkeqësi faktikisht që nuk ka biseda dhe nuk ka rrugë zgjidhje për para se të mbajmë seanca dhe ju të vim dhe ta testojmë emrin e njëjtë sepse është rezultati i njëjtë dhe nuk ka. A tregon kjo mungesë vullnetit nga vetëvendosja që të krijoj? Absolutisht, po si shpo shihet. E shihni kështu si mungesë e vullnetit? Absolutisht, po. Është mungesë e vullnetit për të gjetur kompromise për të bërë një marrëveshje më të gjerë. Tani, secila parti tjetër që ju po i referoni si parti të ish opozitës, ka të drejtë me mbajtë qëndrimet e veta. Ne si parti, si LDK, jemi shumë konsistente në vendimet tona dhe në mendimin ton, sepse në bazë të fuqisë politike që na ka dhënë qytetari, ne jemi të përcaktuar që të shkojmë përmes asaj që kemi premtuar edhe përpara zgjedhjeve. Mirë, po gjithashtu dhe ju jeni duke kontribuar bashkarisht edhe me qeverinë në largim për zgjatjen e kësaj krize dhe sigurisht është në dëm edhe të publikut edhe qytetarëve dhe të atyre që ju kanë besuar votën lidhjes demokratike të Kosovës. Shiko, ne nuk e shohim veten në një marrëveshje politike me vetëvendosjen, nuk e shohim as në qeveri me vetëvendosjen, dhe këtë e kemi bërë të qartë sepse për shkak qytetarëve ju interesant. Po, për shkak të keq qeverisjes 4 vjeçare që e kam pas, skandaleve të mëdha, për shkak të mos realizimit të asnjë premtimi, shkeljeve kushtetuese që janë bë dhe mënyrës se si vetëvendosja e ka trajtuar shtetin e Kosovës. Për neve shteti i Kosovës është para së gjithash, na jemi parti shtetformuese, kemi dhënë gjithçka për formimin e shtetit ton. Mos mbrojtja e shtetit ton, mos përfaqësimi i denj, na jemi një shtet në sanksione, krejt për fajin e vetëvendosjes. Andaj nuk dëshirojmë që të shkojmë në qeveri me ta, edhe së fundmi për shkak të gjuhës fyse që e ka bërë gjatë kampanjës. Si e shihni pas të dielës epilogun e konstituimit të kuvendit, sepse pas të dielës ne e dim që i kalon afati apo koha e përcaktuar për të parin, për të krijuar, pra konstituar kryesinë e kuvendit dhe për të vazhduar punën me tutje. Do e marri presidentja fjallën e vetë, do japi fjallën presidentja se kush çfarë do bëj, apo ju do i drejtoni presidentes, apo gjykatës kushtetuese, si e shihni epilogun e kësaj? Jo, në fakt, afate kohore të tilla nuk ka, për ka mund të vazhdoj për shumë herë të tjera, që të provohet, që të formohet, por si i tillë, kuvendi është i pa konstituar nëse nuk e ka kryesin, kryetarin e kuvendit dhe kryesin. Atëherë fillon ajo ora kushtetuese. Kështu që është ende për kryetarin e parlamentit, kuvendit, është ende në dorën e vetëvendosjes për ta gjetur një emër ose konsensual ose për të siguruar një marrëveshje politike që ja kalon emrin të cilin dëshiron ta kaloj. Për vërtet, shikoni, ne jemi edhe të çuditur se si provohet të kalohet
një emër i cili ka qenë edhe problematik gjatë viteve të kaluara. Po ju me gjithatë keni thënë që nuk do ta votonit asnjë emër tjetër apo jo që e propozon lëvizja vetëvendosja. Ju keni vizat kuqe me sa duket me lëvizjen vetëvendosje, keni raportuar çdo herë dhe e kemi shumë të qartë, por a do të bënit një koalicion të mundshëm me ndonjë prej partive të tjera opozitare? Po, gjithsesi jemi të gatshëm që nëse vetëvendosje dështon të asiguron shumicën për qeverisje, ne të hymë në bisedime për të formuar shumicën e re në kuvend. Edhe shumicën e re e cila do të ketë synim qeverisjen mbi bazën e një programi që ne ua kemi prezentuar qytetarëve. Ne kemi dhe besojmë thellësisht që LDK-ja, duke e pasur kryeministrin në qeveri, edhe duke e prezentuar programin Rruga e Re, duke imponuar pika nga programi Rruga e Re, arrin që të siguroj një qeverisje që është në të mirën e Kosovës. Dhe për këtë jemi vërtet të bindur. Në qeverisje vetëm me kryeministër Lumir Abdi Gjikun. Kjo do të jetë edhe tutje kërkesa juaj? Po, sepse kryetari Abdi Gjiku ka qenë kandidati për kryeministër joni dhe ne kemi tentuar që ta shpjegojmë që gjithë programin dhe vlerat të cilat ne i përfaqësojmë si parti, momentalisht e kemi një kryetar i cili është garanci për implementimin e këtij programi. Dhe besojmë që kjo do të ishte në të mirën e Kosovës, edhe synimet të cilat i kemi aty janë projektet më të duhura për Kosovën, prej reformave të arsimit, reforma në shëndetësi, zhvillim ekonomik, sigurim të projekteve kapitale që vetëvendosjeve që i ka refuzuar, do me thënë prodhimi i energjisë elektrike me gaz, po e shihni se çka po bëhet me energjinë elektrike sot, jemi në një kaos total, për të cilin qytetarët po e paguajnë çmimin më të madh, me gjitha shtrejtimet që janë bërë rrymës, do me thonë energjisë elektrike e pastaj që po shkon dhe po transmetohet në të gjitha. Do të ishte një qeverisje stabile në këtë rast nga opozita e dikurshme? Po, shiko, kur kesh shumë partner brenda, gjithmonë ka rrezik të destabilitetit, por ka shumë demokraci të etabluara për shembull si Italia që ja dalin çdo mandat me shumë partner. E sistemi jon politik është multipartijak dhe e imponon një farë forme bashkëpunimin. Po çka është tepër e rëndësishme është që përtej të qenurit parti politike ti duhet ta dish që duhet të lësh hapësirë për partneritet. Dhe madje tua bësh qartë qytetarëve se pas zgjedhjeve me kë do të hysh në koalicion potencialisht. Se na nuk kemi pikë prej qiellit, jemi parti politike që synojmë të mirën e këtij vendi, madje edhe programet tona në pika të veçanta edhe përputhen. Me cilë parti të përputhen në pika të veçanta? Shiko, negociatat e koalicioneve për këtë zhvilluar. Në demokraci si Gjermania janë nga 2 muaj që i kushtohen koalicioneve dhe pastaj dalin me një marrëveshje me 1000 faqe, po pastaj e dinë saktësisht se për çka angazhohen dhe si parti angazhohen për implementim të atij projekti. Nuk është shumë e vështirë, ka shumë shembuj, është shumë e lehtë, duhet me pas vullnet, dhe duhet me qenë të emancipuar në këtë komunitet. Vetëm para se të kalojmë te Ardiani, a keni provuar të komunikoni me ndonjë prej partive të tjera opozitare, po i quaj dhe ato, përveç lëvizjes vetëvendosje? Patjetër që po, edhe kryetari jonë është takuar me liderët e partive të tjera, kanë qenë edhe publike, ne kontaktojmë edhe në baza ditore, ne shihemi edhe në kuvend, do me thëmë komunikojmë normalisht si që komunikojnë deputetët në mënyrë shumë të emancipuar. A hapësir kjo për të besuar që mund të ndodhë një koalicion i mundshëm? Madje, po ju them sinqerisht që ne diskutojmë me shumë shqetësim për zhvillimet në kuvend, nuk na jep kënaqësi kjo situatë e krijuar, se gjithë kjo kohë që po humbet është në kostën edhe të Kosovës, por numrat të cilët kanë dalë nga zgjedhjet na kanë dhënë një ekuacion të tillë dhe në sytë e mi, fatkeqësisht, numrat më të mëdhej ka një parti e cila nuk është e gatshme që të bashkëpunojmë me të. Dhe jo numra mjaftueshëm për të formuar qeverinë. Ardian? Ne sa dim është se deri në datën 27 vazhdon kjo saga ose kjo seanca për të zgjedhur kryetarin e kuvendit, pra nga ana e vetëvendosjes, por ju e theksuat që mund të vazhdoj. Nuk përfundon domethënë datën 27 që ta merr pastaj mandatin i dyti ose mundësinë i dyti. Do e lejoni vetëvendosjen që pafundësisht të vazhdoj këtë seancë, apo do ndërmerrni ndonjë hap ligjor i cili mund të ndaloj këtë gjë, sepse ne nuk mund të shkojmë për një vit duke tentuar me nga 50 vota
për zgjedhur kryetarin. Besoj që ju duhet si parti tashmë një farë forma opozitare të ndërmerrni ndonjë hap. Pa tjetër, tash edhe që ka përfunduar betimi, ne mund t'i përdorim edhe hapat ligjor për të kërkuar interpretim më të saktë edhe nga gjykata kushtetuese, por në anën tjetër nuk është çështje afatesh, është çështje vullneti politik për të siguruar shumicën. Hapi tjetër, për shembull, që po e përmend adresimin tek organet gjyqësore, është që ne do të marrim një iniciativë ndaj partisë fituese ose ndaj 15 deputatëve që aktualisht po shkojnë në zyrat e qeverisë. Është krejt konflikt interesi që antarët e dikurshëm të qeverisë që janë betuar si deputet të shkojnë në ekzekutiv edhe të marrin vendime. Të gjitha vendimet pas datës 27, që janë 27 të muajit të kaluar, që janë marrë nga qeveria e cila është në detyrë sot, janë të kundërligjshme dhe këtë po e analizojmë edhe po do t'i adresojmë me kallëzime penale ndaj tyre. Sepse duhet ditur një herë për gjithmonë që anëtarët e legjislativit, ashtu siç e thekson edhe kushtetuta, po edhe ligji për qeverinë, duhet të japin dorëheqje dhe dorëheqja duhet të jetë e plotë dhe përfundimtare dhe jo të kthehen dhe të ushtrojnë. Por kjo është një diçka tjetër, profesoresh, në anën tjetër ne kemi një vendim gjykatës kushtetuese e cila thotë që ne nuk thejmë përgjigje vetëm për pyetjet të cilat i bëjnë. Do me thonë, neve na intereson se si do ja bëni qoftë ju si LDK, po qoftë edhe partitë të tjera, në mënyrë që të zhbllokoni këtë blokadë, sepse po e shohim që vetëvendosja ka ngulur kom, edhe po supozojmë që do ngul kom që edhe një muaj tjetër do vendosin Albulena Haxhiu dhe ju të tjerët nuk do e votoni. Edhe a kemi ne kohë për të humbur, çfarë hapa do ndërmerrni ju në mënyrë që të zhbllokohet kjo gjë? A do e votoni kryetarin e kuvendit këtë person, apo do i drejtoni gjykatës kushtetuese, apo presidentes, apo si do zgjidhet kjo çështje, sepse ne kemi mbet në status quo si shtet dhe tash një muaj dhe siç po shihet, sipas gjitha parashikimeve, duke pas parasysh gjithnjë edhe kryenesinë, egoizmat e partive tona kosovare, po e shohim që nuk ka zhbllokim. Si do ndodh kjo? Okej, po ashtu siç është edhe përfaqësimi në kuvend, ashtu është edhe përgjegjësia. Duhet thënë që përgjegjësia për të parin e kuvendit i takon vetëvendosjes. Mirë, po LDK është partia më e vjetër në Kosovë dhe a duhet të marrë në një farë forme përgjegjësi më shumë për të dalë nga kjo krizë, të pas parasysh dhe përvojën e gjatë që keni në vend? Absolutisht, por fuqia jonë edhe e reagimit tonë brenda kuvendit është aq sa është dhe momentalisht jemi partia e tretë brenda kuvendit. Normalisht që ne jemi të shqetësuar dhe do ta adresojmë, do t'i përdorim të gjitha mjetet tona që i kemi në fuqi, por është e drejtë ekskluzive e vetëvendosjes për ta kandiduar. Nëse vetëvendosja ka vendos që ta bllokoj dhe t'i tregoj qytetarëve që është bllokuesja duke e propozuar të vetmin emër, kryenëqësia del nga ajo. Do me thonë, inatet dalin nga ajo. Nuk janë partitë e tjera përgjegjëse që vetëvendosja nuk mundet me siguru shumicën. Do me thonë, nuk mundesh me nda përgjegjësinë tek të gjitha partitë njësoj. Jo, është njëshi ai që i takon përgjegjësia kryesore dhe ajo që mundet me ndru kandidatin, me provu me kandidat konsensual. Ka partitë që kanë dhënë indikacione se do të votonin personat të tjerë, pse nuk po bëhet negociata me këtë. Me LDK nuk ka çka biseduhet, sepse ne kemi qëndrimin e qartë, kemi pas vërtet qëndrimin e qartë dhe ne nuk mendojmë që ka hapësirë për ndonjë marrëveshje politike. Mirë, me qenë se mi krejt në fund, po flitet edhe për zgjedhje të reja, si është qëndrimi i Lidhjes Demokratike të Kosovës? Zgjedhjet e reja po e shoh që po përdorëm për të, si me thanë, për të kujtuar partive politike që mundet dikush me na çunë zgjedhje. Ka rregulla të veçanta. Po, ka rregulla. Prap duhen votat e opozitës për të shpërbërë kuvendin. Në zgjedhje shkohet me konsensus dhe në zgjedhje shkohet me një marrëveshje ndërpartijake. Çdo herë ka shkuar ashtu, edhe do të shkoj gjithmonë sepse ashtu janë rregullat kushtetuese, kërkojnë një konsensus për të shkuar në zgjedhje të jashtëzakonshme. Ne nuk shohim
nevojë që në këtë hap sa dolëm nga zgjedhjet të shkohet, por ne jemi të gatshëm si parti politike, jemi gjithmonë të gatshëm që të shkojmë në zgjedhje, se kjo nuk ka ndonjë filozofi edhe s'ka mundësi të tjera, por duhet parë edhe përgjegjësia e kujt është për një blokadë që mund të na çojë në zgjedhje. Këtë kur mos ta harrojmë që është përgjegjësia e të parit, sepse i ka 48 deputet, e ka më së leti për ta formuar, edhe krejt këto ligje, këto rregulla që janë kushtetuese, e kanë pas një logjik përpara, edhe domethënë e kanë një logjik mbrapa, më falni, që historike, që ju ka dhënë e drejta të parit. Andaj e ka radhën ta shohim edhe ta shohim se si po e menaxhon këtë. Po ti kishte pasur LDK-ja 48 deputet, ne do ta kishim konstituar me seancën e